2 punonjës të JVP Jordan Misja kanë humbur jetën. Sipas drejtorisë së burgjeve, 2 punonjësit Zog Muhametaj, specialist i informacionit me gradën komisar, dhe Pëllumb Vrana, teknik i kamerave me gradën krye inspektor, kanë humbur jetën si pasojë gjendjeve të papritura shëndetësore. Të dyja rastet u shënuan teksa ata ishin në krye të detyrës brenda hakrut kohor të pak orëve. Rasti i parë ndodhi mbrëmjen e 29 qershorit, rreth orës 21:36, ku Zog Muhametaj po kryente instruktazhin e stafit për ndërrimin e shërbimit. Pas një përkeqësimi të rëndë të menjëhershëm shëndetësor, kolegët dhe personeli mjekësor i institucionit ndërhyn duke i dhënë ndihmën e parë. Ai u transportua me ambulancën e burgut drejt spitalit ushtarak, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, fatkeqësisht nuk mundi të mbijetonte. Muhametaj, i cili kishte arsim ushtarak, shërbente në sistemin penitenciar që prej vitit 2015. Vetëm pak orë më vonë, tragjedia u përsërit. Rreth mesnatës, Pëllumb Vrana postoi një goditje të rëndë shëndetësore, ndërsa ndodhe në ambientet e institucionit. Atij u dha menjëherë ndihma e parë nga kolegët dhe infermierja e turnit për të nisur me urgjencë drejt qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Rreth orës 1 të mëngjesit, mjekët konfirmuan humbjen e jetës së tij. Në reagimin e saj zyrtar, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve e ka cilësuar këtë si një ngjarje të rëndë që ka prekur të gjithë sistemin penitenciar shqiptar.